Kërkimi i zgjedhësit manualisht. Nëse leximi i dokumentit e identifikimit nuk kryhet duke e kaluar nëpër skanerin MRZ, atëherë operatori do të përdori metodën manuale. Shtyp butonin kërko manualisht në pjesën e poshtme të ekranit. Pej do të shfaqë në ekran fushat që plotësohen, si dhe lëshon disa tinguj alarmi. Operatori plotëson sakt fushat sipas rastit, numrin personal dhe shtyp butonin kërko me numër personal ose generalitetet e zgjedhësit. Tregon në ekran dhe shtyp butonin kërko me të dhënat. Në ekran do të shfaqen të dhënat e zgjedhësit. Kryetari dhe sekretari i KQV-s verifikojnë këto të dhëna. Zgjedhësit i kërkohet dhe ai duhet të nënshkruajë me gishtin e madh të dorës së djathtë në lexuesin e gjurmëve të gishtave të pejit. Imazhi i shenjave të gishtit shfaqet në ekran. Pasi shenja e gishtit është regjistruar, Pej printon automatikisht raportin e identifikimit dhe e shfaq në ekran mesazhin duke printuar dokumentin. Presim dokumentin që del nga printeri dhe vendosim tek zarfi i ngjyrë bojqelli model KQZ 0803 i vërtetimeve të identifikimit elektronik të zgjedhësve. Pas printimit me sukses të dokumentit, pajisja do të shfaqë mesazhin identifikimi i zgjedhësit u krye me sukses. KQV jep zgjedhësit fletën e votimit. Identifikimi konsiderohet i mbyllur me sukses.